Procesi zgjedhor i 28 dhjetorit në Kosovë pritet të përcaktojë jo vetëm fituesin e radhës, por edhe kajen e zhvillimeve politike dhe mundësinë e krijimit të institucioneve të reja. Analisti politik Efrem Kasolli në një intervistë për agjencinë e lajmeve e Ekonomia Online tha se rezultati i zgjedhjeve nuk do të përcaktojë vetëm fituesin, por edhe mundësinë e zgjidhjeve për krijimin e institucioneve qendrore. Po është normale që do të kemi një fitues, po varet se sa do të jetë përqindja e fituesit, dhe ajo më pastaj do ta përcaktoj kohën e proceseve politike, do të shkojmë, do të jemi peng të këtyre krizave permanente politike që do të dështohet në krijimin e institucioneve të reja dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, apo do të gjendet një rrugdalje dhe të jepet fund këtij cikli një vjeçar thuajse të pamundësisë së krijimit të institucioneve qendrore prej zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ne tash duhet ta themi hapur dhe qartë se cilat janë arsyet që kanë rezultuar në këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Sipas kalkulimeve të lëvizjes vetëvendosje, shihet qartë se hyn me pretendimin që do t'i fitojë mbi 50% të trupit elektoral të atyre që votojnë në Republikën e Kosovës, dhe me këtë ka shpresë do të jetë në gjendje që e vetme pandimen e partive tjera dhe subjekteve tjera parlamentare të jetë në gjendje të krijojë institucionet. Kjo është pak a shumë edhe narracioni edhe i Albin Kurtit dhe në përgjithësi i lëvizjes vetëvendosje, se na duhet një fitore më e madhe, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të zhbllokohet shteti. Sipas analistëve politik, rezultati i partisë fituese dhe balancat e forcave në kuvend do të jenë vendimtare për shmangjen e krizave të reja politike dhe përfundimin e ciklit njëvjeçar të pamundësisë për të formuar institucionet pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Sipas tyre, ekziston mundësia një koalicioni mes lëvizjes vendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës si një nga opsionet për të siguruar funksionimin e institucioneve qendrore të vendit.